Nga ky naracion i sondëm, shihet që cili është dallimi i juaj si deputet i Partisë Demokratike dhe tjerëve. Një pjesë e tyre është produkt i listës së Berishës dhe nuk kanë qenë në gjendje ta marrin votën e tyre, por kanë hyrë në listë që ai e ka bërë. Për të krijuar një siguri, për të krijuar një kohezion berishian brenda krejt politikës dhe narracionit politik. Dhe ju jeni njeri që shihet që keni marrë votën vetë dhe në përgjigje ndiheni sigurt. Këto dy koncepte në Partinë Demokratike shihen edhe në parlament, shihen edhe në diskursin publik, edhe në protest, edhe në mënyrën se si bëhet politika. Mendoj që grupi listës Berisha, po ta them troq, punon për Edi Ramën. Ata pavedishëm e bëjnë këto. Pa e kuptuar, bën pa kuptuar, thotë. Pavedishëm, pa kuptuar e bëjnë këto. Se ka njerëz që s'kuptojnë, zoti Gjoni. Si till, unë besoj këtë botë që janë pjesë e një pafuqie e tyre. Dhe kur je i pafuqishëm, atëherë arrogancën e tregon në mënyrë tjetër dhe arroganca e cila është pa rrëfim politik, radikalizuar pa nevojshëm, pa krijuar pikën kritike, e bën Partinë Demokratike me pak shpresë. Dhe ajo që unë mendoj ke në fund, Berisha po përdoret për rrëfim radikal, ajo është sakrifica që ju përkërkoni, që e thatë kush janë ata 3, unë po them s'ka nevojë 3 është 1, dhe ky njeri, domethënë, me këtë rrëfim radikal, që përdor një gjithë që një ditë, ai do e fitoj një betejë dhe bashk do ta merr edhe Ramën me vete. Unë mendoj që duhet një rrëfim politik tjetër, paka shumë si ky yti sande, por edhe ju i keme ngërçe. Domethënë fjalori kur aty duhet shpërtheje e mbaje veten për arsye se mendoje çfarë do të thotë Berisha dhe grupi i tij. Kjo është arsyeja që jo nuk do vazhdojmë se më fal Baton tani, a mund ta përfundoj? Po se Batoni tha unë e lash qëllimisht të fliste, se do i thosha stop. Por ai tha në fillim të filloj zoti Gjoni. Dhe unë lash Batonin fund, po megjithatë 4 fjali ti do t'i thuash. Po. Tani, mënyra se si e përshtatës time është komplet e ndryshme edhe për shkak të ardhjes nga një institucion i pavarur dhe akoma unë nuk jam futur në hollinë e një vendimmarrje dhe një zbatimi pavarësisht për sa kohë që jam Partinë Demokratike dhe vendimmarrje politike, unë jam i detyruar që zbatoj vendimet e Partisë Demokratike. Por shenja ime për një periudhë kohore të gjatë prej 27 vjetëve, në vendimarrjet e mia, pothuajse jam dhe në deklarimet e mia kam një sens pavarësie të ndryshme nga pjesa tjetër e deputetëve të cilët kanë punuar në varësi direkte dhe në institucione të cilat kanë qenë. Po nuk tha asgjë ndryshe nga ajo që e konstatova unë. Unë e konstatova tjetër gjë. E tha. Ja të them. Por ama, problemi shtrohet që Partia Demokratike, unë e kam thënë dhe e them, që ka nevojë paralelisht me procesin për cilën ne po flasim, reformat të mbrendshme, dhe padyshim që kërkon një reshape total në mënyrën sidomos në pjesën drejtuese dhe kupolen e Partisë Demokratike. Këtë nuk e Zoti Gjoni, përfundojmë se jemi. Më fal. Po se kam edhe një pjesë tjetër të shkurtër. Ky është edhe një reagim i cili vjen nga baza e Partisë Demokratike dhe këtë e them me bindje. E ndëgjova zotin Gjoni, po si duket në mungesë përvojës politike edhe të asaj që quhet profesionale si e jonja, nuk e kupton si duhet që është pika kritike. Pika kritike nuk është Molotovi, nëse përdoret herët. Molotovi është shumë herët në një marrëdhënie tillë politike. Duan ato fotografit? Jo, s'është punë fotografie. Pa Molotovit s'ka kur gjë tjetër përveç armës. Apo kupton? Arma është e armës. Reuteri për shembull nuk e kupton që këta bëjnë sikur. Vetëm ta sharoj. Kujtohet një debat me zonjën Doda dikur në një protestë madhe të opozitës, kur ti nuk ishe kaq kundër Molotovëve. Jo. Unë jam pro Molotovëve.
por jo të konsumohen. Po patjetër, Në edhe ai e tha. Në pikën e parë E tha dhe zoti do t'i gjoni e tha. Qa është pika kritike të Shkallëzimi, për shkallëzim. Po, për shkallëzimi është kur Partia Demokratike e bën një demonstrat në Korçë, e bën një demonstrat ku shemet rruga, e bën një demonstrat në Lezhë, atje, Ku janë problematikat. dhe krijohet ajo masa kritike që pastaj ajo vetë gjunë Molotovit, e jo Molotovit që jetë produkt i forcave ose njerëz ekspertëve të aty. Zbohet ashtu. Tela. Prandaj është gabim dhe mënyra që është bën është humbje. Se mas kësaj s'kan që thonë. Tani, në një vend normal, ku ekzistojnë sindikatat, OJQ-t, do kishte protesta pa tjetër të organizuar nga sindikatat, nga OJQ-t, nga qytetarët. Po, të mbetemi të pyetja, Po, të pyetja. Tani, deri para 2 muajsh, gjithë pyetjet drejtuar opozitës ishte çfarë do bëni, kur do nisi protesta, pse s'bëni protesta. E gjetën fabulën për protesta. Pra gjetën kazusin e zonjës Balluku dhe Takshit. Dhe ky ishte një argument për të bërë protesta. Dhe mund të kishin bërë vetëm një protestë dhe të bënin tjetër mbas një 6 muaj siç e kanë bërë historikisht. Kanë bërë 4 protestat një pas njëshme. Sigurisht që janë bërë lajm, kanë bërë fotografit, kanë prodhuar fotografit për të bërë lajm në mediat botërore. Po lajmi në mediat botërore nuk është thjesht që atje në Shqipëri po bëhet një protestë, po është pyetja se pse po bëhet kjo protestë në Shqipëri. Dhe shoqërohet me faktin se çfarë po ndodh në Shqipëri aktualisht nga maxhoranca. Kështu që një arsye dhe një mbështetje për ta bërë këtë protestë e kanë. Pyetja është se çfarë ndodh në hapin më tej. Pra, do bëjnë protestën e datës 28. Çfarë do ndodhi pra mbas 5 marsit në varësi të përgjigjes që do kemi nga komision, nga parlamenti? Si do vijojë më tej Partia Demokratike? Kjo është gjithë pyetja që ngrihet. Apo një të lutem se është shumë më rëndësi kjo para se të kthehemi zoti. Andi, është një problem kur krijohet një kësi pike kritike. Pra arsye se një pikë kritike kur shkatërrohet, atëherë ajo masa kritike që është në gjithë Shqipërinë shpërbohet edhe ikën. Dhe nëse ajo masë kritike e krijon masën kritike në qendër, ajo jeton. Dhe unë jam i bindun se kjo masë kritike është kerejt në bërthamën të sheshit Skënderbeu. Dhe për faktin e tillë që s'ka, po themi, nxitje për gjërat të cilat ndodhin, unë besoj që këta e kanë huqur rrugën. Po ju përmendi, 1 vjet e gjys, studentat në Serbi kanë udhëheqë demonstrat kundër Vučićit. 1 vjet e gjys. Nuk ka pas asnjë Molotov, ka pas vetëm marshe, mbyllje rrugësh, e tjera. Dhe ata e kanë prek pikën kritike. Por pika kritike, dhe nuk u arrit suksesi, veç për një arsye. Për arsye se në një moment heqen dorë Bashkia Ndërkombëtare në përkraje. Vete krijuan masën kritike dhe ata heqen dorë për një arsye. Se ata u bën më radikal se Vučići në çështjet të cilat ishin kapitale. Tani un kam Prandaj Berisha po përdoret